edhe angazhime, ka edhe të papritura. Do doja të ndiqnim një material me batutat të mbledhura nga parlamenti, kryesisht, por që vendosin fokus sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike. Ndjekim dhe kthehemi në studio. Publikisht tonë, leku letër këtu. Dëgjojmë kryeministrin, dëgjojmë ministrin e financave, leku letër. Në realitet është e gjitha mashtrim dhe mashtrim. Ne sot kemi përballë një grush pushtetarësh që mendojnë vetëm për një gjë, se si të mbajnë tepsin të mbushur plot me parat e djersën e shqiptarëve të ndeshëm, si të zgjerojnë llopat për mit dhe obortarët e kopshtit të Edenit dhe si të blejnë me çdo çmim dhe me çdo kosto heshtjen dhe nështrimin tuaj. Qeveria juaj në këtë buxhet, përpos se mashton shqiptarët, mashton edhe NATO. Të mos i shkosh NATO-s me shifra fake, të mos i shkosh NATO-s me një ministër që është narko-ministër, tu kam radhën unë, po të mbarë ju, të visni ju. Ju lutem se nuk të unë të fjallën, ju lutem. Nuk mund të ulen kartelet, prandaj mos të përpiqni të gënjeni NATO. Nuk jeni ju për të shkuar e të përfaqësuar Shqipërinë NATO. Ju përfaqësoni tropinë tu, por NATO jo këtu. Kemi një narko-polici. Drejtori i policisë shtetit, nuk e di a ju njeh ju për ministre, si bashkë me një drejtori, nuk i ka caktuar ligj as vullneti politik. Jeni vetëm një vend ku dy drejtuesit kryesor të policisë shtetit i caktojnë. Mirë, këto ishin disa batuta, nëse mund t'i quajmë kështu, shkëputur nga disa deklarata të zotit Flamur Noka. Zoti Noka, si gjendet opozita këto ditë përballë një qeverie që ka këtë goditje dhe këtë skandal? Falenderoj për pyetjen. Opozita po përpiqet të bëjë detyrën e saj. Ajo që është shqetësuese sot është si gjendet shteti, si është qeverisja e këtij vendi. Opozita është opozit. Sigurisht është një opozit në ndrysni si kur më parë, është një opozit luftë së cilës i ka shpallur narko qeveria, i ka shpallur kartelet nga ana tjetër, i ka shpallur shumica e mediave të regjimit, por opozita po qëndron. Opozita është në misionin e saj, po bën detyrën e saj, që duhet bëj një opozit reale, dhe jo opozit fake, si çdo narkosi. Kjo është opozita. Qasja e pushtetit sot ndaj realitetit në vend është më se kriminale. Çfarë po ndodh? Nisida, shef shumicën e ekraneve sot, dëgjon shumicën e atyre, më falni që po them ashtu quajtëve analist, që paguhen në përborde ujësjell, sa është në përborde tjera. Nuk po flas për median tuaj, fatmirësisht media juaj ka ngelur një zë i zëvërtetës akoma. Tek tuk një-dy media mund të kesh në këtë vend që i referohen zëvërtetës dhe realitetit. Për këtë luftojmë sigurisht. Të tjerat janë të gjithë këtu. Po pse e keni gjithmonë këtë mbledhjen me mediat? Jo, nuk është, Nisida, nuk është mbledhje, shiko tash ti. Në Shqipëri e dashur, pensioni është minimal, është 60 euro, 80 euro, 100 euro është minimalit e kjo, nga 60-80 lëviz. Po të gjosh propagandën e mediave, pensionistët janë duke shkuar drejt Europës. Po ka cinizëm më të madh. Po mund të bëj një akt kriminal media më shumë se kaq që të zezën t'ju thotë shqiptarëve për të bardhë. Po të shohësh sot këtu, në realitet zbresish në bazë, do të gjesh ti që krimi organizuar dhe kartelet kontrollojnë gjithë shka. Pushtet, emrime, tendera, koncesioni. Del kryeministri thot Shqipëria 2013-ës. Por t'ju hedhin sy shqiptarve. Dhe mediat e trumbotojnë. Shqipëria është rrezik vetëm se ka. Pra ju thoni që është media problemi këtu tani, sepse ishim te opozita. Shqipëria, media është një nga problemet, do ta them edhe pse. Shqipëria vetëm se ka thënë është kështjell Buzët Adriatikut. Me Edi Ramën. Ke pronar mediash që ushqehen nga incineratori akoma së të kësaj dite. është Top Channel. Nga incineratori fit. Mos kalojmë. Prit. Ke media që ushqehen nga tendrat
e qeverisë, ke media që ushqen nga kullat, ke media që ushqen dhe nga kartelet. Dhe ndaj, dhe ndaj kjo luftë, tani mos ta të lutem, kanalizojmë tek jo se media. unë flas unë, kur do të thënë çfarë, ju s'po akuzoni, akuzoj unë. Sepse çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Po ti vesh re këto media, qeveria ka, qeveriset keq se ka fajin opozita, ka fajin Saliu dhe të tjetë. Ka që është gjithë mesazhet që i përcjellin. Po, në Shqipëri që ka probleme me krimin, e ka fajin opozita. Njerëzit e kuptojnë, nuk janë naivë, se mos e kanalizojmë tani kë, e kuptojnë se çfarë bëhet. Njerëzit, unë po flas çfarë propagandi i hidhet çdo ditë opinionit nga mediat e blera, nga qeveria dhe nga kartelet. E theksoj, nga qeveria dhe nga kartelet. Dakor. Më fal, sepse po ka sot dy faktorë, të cilët targetin e luftës tyre nuk kanë asgjë tjetër, vetëm Sali Berishën dhe opozitën, janë qeveria, narkoqeveria dhe kartelet. Janë bashkë. Janë në një simbioz të pandashme. Temën nuk e kemi me çështjet e media. Ka rëndësi, jam duke E kemi një temë, opozita si po menaxhoi skandali Ballukut. Tani do t'i qëndrojmë pak sa një, pastaj flasim për do dal aty, do dal. Do dal aty, se ajo është një temë që kërkon shumë debat, jo pak. Tani, pse unë ndaloj kjo? Po të shihni raportin e OSBE-Odirit dhe theksin ke mediat. Unë pse veçova median tuaj dhe një media tjetër? Sepse janë media që përpiqen të rrinë realitetit. Në terror, në gjoba, në presion, në gjitha. Dhe të tjerat, pse nuk merr media juaj kulla? Pse nuk merr media juaj, një pyetje kam prit, pse s'merr koncesione? Pse media juaj nuk merr tendera, po sulmohet, gjobitet? Sepse ka marrë vendim media juaj, që të zezën mos t'ja u bëj për të bardhë shqiptarëve. Prandaj ajo është në sulmin e qeverisë natë ditë. Pra, çfarë është? Janë fajtore. Po, shiko tani, po çaj duhet shqiptarit se bot debat Flamurnoka me filan antar, a me filan do merrem me temata. Prit, çaj duhet. Se ka zhvillime dhe aty. Prit një sekond. Po shqiptarit, a i rrit pensionin kjo gjë? Fal t'ju themi gjë. Shqiptarit kjo i ul çmimet e ushqimeve? Po andikon kjo ke qeverisja shqiptarit? Po jo. Tenderat, tuneli, e thatë ju tuneli është problemi për ne dhe për shqiptarët. Po për mediat e qeverisë, jo. Mirërim pak tani të pjesa e tunelit. Po nuk pres se na shkon gjithë emisioni me media. Tani më keni ftuar, të lutem. Dhe unë po flas ku janë problematika. Zoti nuk ka një pyetje direkte. Priste opozita veprimin e SPAK-ut ndaj Ballukut, po apo jo? Tani, ja po ta them unë. Po. Ne nuk krijojmë pritshmëri nga askush përveç se nga vetja jonë. Një, kjo është. Po pritshmëri për SPAK-un. Të lutem, prit. Po, drejtësia ka vepruar me standard.